Dhe pyetja asnjëherë nuk është gabim. Edhe sikur të jenë pyetje që duken në pamje të parë si pyetje provokative. Sepse janë pyetje që ndoshta njeriu i ka brenda vetes së tij, po thjesht i thot me zë të lartë. Që unë mendoj që edhe hoxhallarët, mësuesit nuk duhet mërziten për këtyre pyetjeve, përderisa pas tyre qëndron kreshëria dhe interesi për të gjetur përgjigjen e këtyre pyetjeve. Madje këto pyetje mund të jenë një rast shumë i mirë që njeriu dalë ngadalë të afrohet. Ashtu si secili prej nesh ka patur pyetjet e tij, dyshimet e tij, dilemat e tij, por kur është një mësues i mirë afër, ai i përdor mirë këto pyetje dhe e çon pyetësin aty ku duhet ta çojë. E dyta që është ndoshta mënyra më e thjeshtë është njeriu kur ka interes të shkojë të dëgjojë. Edhe ka shumë njerëz, edhe ne jemi prej atyre, kështu kemi nisur të gjithë, kemi shkuar për të dëgjuar një herë, çfarë thuhet. Kemi hyrë në xhami ndoshta pa abdes, pa ditur rregullat, ndoshta edhe kemi qeshur, ndoshta edhe nuk kemi respektuar po themi atë rregullorën e xhamis, por të gjithë jemi ata njerëz. Duke dëgjuar fillojnë dhe i ngjallen pyetje, i ngjallet interesi, aty njihet me njerëz tjerë. Kam ushtymin që hyrja në bashkësi është lehtësues shumë i madh, se jo gjithmonë njerëzit do të hyjnë nëpërmjet logjikës, nëpërmjet argumentit, nëpërmjet librave që ai do lexoj shumë libra. Thuhet që rrugët për tek Zoti janë po aq shumë sa numri i njerëzve. Çdo njeri ka rrugën e tij për tek Zoti dhe jo domosdoshmërisht një rrugë që kam ndjekur unë duhet ta ndjekësh ti apo duhet ta ndjek dikush tjetër.